e këtij projekti, e këtij kampionati për sa i takon mendimit kritik, por mbi të gjitha për sa i takon përfshirjes së universiteteve në një i takon pse jo dhe të drejtave që kanë të rinjt në ndikimin apo në impaktin që mund të kenë në shoqëri. Pa humbur kohë, do të fillojmë me këtë finale të madhe. Në këtë finale që sheh në këtë përballje Universitetin e Shkodrës, Luiz Gurakuqi, dhe në krahun tjetër Universitetin Aleksandër Xhuvani nga Elbasani. Dua një duar tërkitje për të dy skuadrat. Ndaj do të ftoja që nëse kemi audiencë akoma dritan, do t'i ftoja dhe skuadrën e Vlorës që të na bashkohet që të ndjeki këtë debat. Dhe ndërkohë unë ju prezantoj me jurin, ju ta shpojnini, por unë dua t'i përmend edhe t'i falenderoj që na janë bërë pjesë, kështu që Blerta Tuci, Aldi Sheu, Aspasiana Kongo. Shumë faleminderit që na jeni bashkuar për të vlerësuar. Për ata që nuk e njohin, Aspasiana ka qenë një nga elementet kryesor e takon edhe titullit Tirana European Youth Capital në vitin 2022, duke u bërë pjesë e shumë aktiviteteve më në qendër edhe në fokus rinin. Me zbatimin e shumë projekteve, njëri prej të cilëve ka qenë edhe Redebate, ndoshta një nga projektet më të mëdha, duke përfshirë edhe 100 shkolla në kampionat, kështu që jo për mburrje, po mua më pëlqen që ta përmend, kemi pasur vërtet një shtrije të madhe dhe e vlerësojmë mbështetjen që na ka dhënë titulli Tirana European Youth Capital. Pa humbur kohë, do të fillojmë tani me debatin. Tema e këtij debati, sikurse mund ta keni kuptuar, është inteligjenca artificiale, një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Ajo që do të bëjmë tani do të jetë ndarja e qëndrimeve që do të mbajnë skuadrave, kështu që do të vini ju, megjithëse vini nga pro së kundër. Kundër inteligjencës artificiale, pro do të jetë grupi i Elbasanit. Nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Shumë suksese. Ky debat do të ndajë edhe vendin e tretë për sa i takon këtij edicioni të parë të kampionatit kombëtar, për sa i takon universiteteve. Kështu që shumë suksese, bëni më të mira. Faleminderit. Inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Fillon grupi që mban qëndrimin pro dhe do të pasohet nga grupi që mban qëndrimin kundër. Suksese të dyja skuadrave. Jepni më të mira. Edhe një përshëndetje të gjithëve. Sot do të diskutoj një diskutim që është shumë i nxehtë në kohët e sotme, që është inteligjenca artificiale. Siç e shihni, ne nuk kemi ardhur si një program, si një makineri ose si një statistik, por kemi ardhur si njerëz. Dhe në fakt, në të vërtetë, inteligjenca artificiale përfaqëson dhe i referohet një evolimi të natyrshëm të dijes njerëzore në kohë. Në sensin që absolutisht që ne nuk po flasim për robot dhe për filma, po flasim për asistent mjekësor që ka shpëtuar jetë, po flasim për absolutisht për njerëz dhe për algoritma që kanë ndikuar në përmirësimin e edukimit, por për të gjitha kemi të bëjmë me një ndërtim të sistemit më të sigurisë të lartë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Ne, si grup, absolutisht jemi pro inteligjencës artificiale, sepse nëpërmjet saj ne po shohim shoqërinë dhe një progresi më të lartë dhe më të sigurt, dhe për të gjitha po shohim një evolim më të sigurt për shoqërinë. Dhe ne në këtë debat do të diskutojmë dhe do të paraqesim disa argumenta që përse inteligjenca artificiale është e domosdoshme, jo një kërcënim, por një përmirësim për jetesën. Faleminderit Stesi për hyrjen që bëre. Unë dua të mbaj një argument par pro që i përket mjekësisë. Duke qenë se jam student e fizioterapie, kam pak cekë këtë pjesë. Në mjekësi ajo ka evoluar shumë, ka ndihmuar në shumë diagnostikime sëmundjes. Për shembull kemi AI Watson, që është më precis në gjendjen e sëmundjeve të kancerit se është një doktor. Dhe gjithashtu kemi MRI, të cilat arrin të gjejnë kancer me 97% saktësi. Por mund të marrim një shembull tjetër. Për shembull gjatë periudhës së pandemisë, ishte aftësisht e pamundur që të bëhej vizitat fizikisht. Dhe kështu u bë ajo që quhet online nursing, që në programe të ndryshme, infermierët, mjekët vizitonin pacientët të ndryshme.
Edhe ditët e sotme kjo akoma vazhdon të procedohet normalisht. Procedohet në raste ku një pacient vjen bën një vizitë, doktori e shikon se çfarë diagnostikimi ka, por në rast se ky pacient është me aftësi të kufizuar për shembull dhe ka pak të pamundur që të vijë her pas here, atëherë online nursing është një nga mënyrat më të mira që këtë pacient të marrin trajtimin e duhur edhe në rast se nuk mund të jenë aty fizikisht. Atëherë faleminderit, Suela. Atëherë unë do të kaloja tek argumenti tjetër, i cili është edukimi në vendet e varfra. Pra, ne kemi dëgjuar shpesh të rinj që thonë për ChatGPT ose inteligjencën artificiale që po krijon varësi, nuk është e mirë, është negative, por nëse e shikojmë në sensin që janë atje fëmijë në botë të cilët nuk kanë një shkollë fizike, nuk kanë mësues që vini mësojnë, nuk kanë para për këtë shkollim dhe shkojnë dhe kjo inteligjencë ndihmon shumë ato. Kështu që unë mendoj që ka një ndikim shumë pozitiv, pastaj varet se si inteligjenca përdoret. Dua të shtoj edhe një argument tjetër për sigurinë. Ne kemi kamerat sot, të cilat identifikojnë sisteme të ndryshme, manipulime të ndryshme që bëhen. Kështu që është një levë shumë e rëndësishme për sigurinë tonë, për sigurinë e shoqërisë. Dua të ndaloj pak dhe tek ekonomia. Siç e dim ne, bota ka përparuar, ne nuk kemi më në kohën e rrotës, në kohën e luftave, pra ne jemi në një kohë kur parat nuk shkëmbehen më dorasi apo nuk shkëmbehen në letër. Ne kemi parat globale të cilat janë para valuta, nuk janë letër. Dhe dua të them që kjo inteligjencë ndikon në mënyrën se si ato bëjnë exchange, se si shtetet komunikojnë me njëri tjetrin nëpërmjet këtyre exchange-eve, këtyre valutave. Kështu që është shumë e rëndësishme që kjo inteligjencë kanon tregun dhe bën lëvizshmërinë dhe rrjedhshmërinë, shikon se si tregu do të heci. Pra është shumë e rëndësishme në ekonomi. Faleminderit. Dua të dalem pa nga ajo që kolegja ime tha për kamera, për luftën kundër krimit. Është vërtet që kjo është shumë e rëndësishme ditët e sotme sepse shumë krime janë të regjistruar nëpër kamera. Mund të kemi raste në aksidenteve, vrasjeve, ose në raste kur kemi humbje personash, të cilat ne përdojmë rrjetet online për t'i gjetur. Sa raste keni parë rrjetet të shqef që përdoret për njerëz të cilët kanë humbur, të cilat janë me Alzheimer dhe që nuk kanë memorie. Sa raste, pothuajse të gjitha këto raste janë gjetur. Gjithashtu, nëse për shembull ka humbje, të cilat janë rëmbime e gjëra, ne mund t'i gjejmë me anë të numrit telefonit apo shumë gjërave të tjera. Gjithashtu kemi edhe për luftën kundër krimit. Nëse për shembull ka krime apo gjëra të tilla, mund t'i luftojmë me anë të AI. Gjithashtu kemi edhe pjesën e gjetjeve të njerëzve nëpër fatkeqësi natyrore. Kemi pasur raste, për shembull në tërmetin Qerana e Turqi, 2-3 vite më parë kuqe, që kishte shumë persona në rënoja dhe janë përdorur drona për gjetur këta persona. Gjalla apo të vdekur nuk kishte rëndësi, por ishte rëndësishme që gjiheshin trupat. Atëherë një shembull të inteligjencës artificiale e kemi edhe në qytetin e Elbasanit, që një i ri mosha 21 vjeç ka arritur të përdori një teknologjinë inteligjencës artificiale për të hapur biznesin e tij dhe duke punuar me klient amerikan. Dhe të ardhurat që ai ka sjell kanë qenë disa herë shumë të larta. Faleminderit. Atëherë përshëndetje edhe herë, shumë kënaqësi për ne që jemi këtu në këtë debat përballë jush. Ju dëgjoj me shumë vëmendje në argument që ju paraqit dhe prandaj kena disa pyetje në lidhje me këto argumente që u paraqiten. Një ndër argumentet më të rëndësishme që u paraqit është pjesa e valutës letër që po zëvendësohet përmes inteligjencës artificiale që janë shembujt e ATM-ve edhe monedhat digjitale, bitcoinsat e tjerë që në botë kanë marrë një zhvillim shumë të madh dhe shumë të rëndësishëm, po fillojnë edhe në Shqipëri. Si mendoni ju, pse disa nga vendet më të rëndësishme dhe me zhvillim më të madh në botë, nëse inteligjenca artificiale ka përparuar kaq shumë, përdorin akoma lekun, ndërto është lekun, paran cash, ndërto është edhe Japonia. Kjo është pyetja.
me një ori që unë posedoj, kjo nuk është e vërtet, sepse ne, sidomos në vendet më të zhvilluara, si Japonia, Kina, Amerika, kemi shumë përhapje të madhe të tregjeve të Bitcoin. Kemi shkëmbimi që bëhet me kripto, ti duhet shkosh atje dhe nuk ke nevojë më të paguash, por shkëmben me kripto. Dhe unë e hedh poshtë këtë, sepse kjo tregu i kriptomonedhave është shumë i ri. Pra nuk ka shumë vite dhe do të shikojmë që do ketë një të ardhme vërtet të madhe përpara tij. Sepse është i ri dhe shikojmë që kemi një boom të madh që tani. Faleminderit. Përshëndetje, sërish. Sa po tha vajza për pjesën e infermierisë e cila po studionte dhe hasi pak që kena lidhje me pjesën e inteligjencës tek mjekësia. Kisha një pyetje në fakt se mjekësia është gjëra shumë serioze, të sidomos të shneti njerëzit. A mendon si mjekësia mund t'ju besoj inteligjencës artificiale për ndëhyrje kur pacienti ka nevojë? Po, normalisht. Unë fakt shembullin e dhash në faktin që përdorin komunikimin online, por që kemi shumë raste që thash, ishte AI Watson që përdoret për gjetjen e kancerit, gjë që ka treguar që ka raste më të mira se mjekët në gjetje e tij. Ne kemi rastet edhe MRI apo gjëra që përdoren në spitale. Gjitha janë AI ditët e sotme. Kemi kartelat, të cilat nuk i kemi më në përduar, po i kemi në kompjutera që ta japin të dhënat që pacientët kanë pasur më përpara, problematika që janë hasur dhe gjithçka tjetër. Ne nuk mund t'i besojmë AI 100% sepse AI nuk e zëvendëson dot mjekun. AI është ndihmues i mjekut. Kjo është. Një pyetje tjetër që ne kemi për skuadrën tuaj është, ju përmend pjesën e edukimit në vendet e varfra dhe që inteligjenca artificiale mundet mu bë shkak që me ndihmu për shembull fëmijët nevojë ose që kanë mungesë ose me aftësi të kufizuar në këtë pjesë. Po a nuk i duket pak kontradiktore pjesa se inteligjenca artificiale ka kosto? Atëherë, le të vazhdojmë pak. Ju paraqit në fillim, siç e dimë të tanë, inteligjenca artificiale në ditët e sotme ka marrë një vrull shumë të madh dhe është tu zhvilluar për ditë më shumë. Dhe sigurisht deri në një farë pikë ne jemi pro zhvillimit dhe e pranojmë faktin se inteligjenca është shumë e rëndësishme dhe duhet shërbejnë, duhet ta dallojmë këtë pjesë. Ne jemi pro që inteligjenca artificiale duhet shërbejnë si një mjet që i vjen në ndihmë njeriu dhe për t'ia bërë jetën e tij më të lehtë, por njëkohësisht me mundsu përveç se më të lehtë, me ia bë më të sigurt dhe më standardizuar. Por jo një qëllim dhe jo që kjo të marrë kontrollin edhe pastaj të dalë jashtë kontrollit. Prandaj do ju paraqesim disa argumente sepse ne jemi kundër inteligjencës artificiale në pjesën e kontrollit. Një ndër problemet më të mëdha që ka shkaktuar evolimi i inteligjencës artificiale është edhe humbja e vendeve të punës. Në përgjithësi është në sektorin e prodhimit, drejtimit, menaxhimit. Siç e dim, sektori i prodhimit është sektori më i përhapur sepse çdo gjë që ndodhet për shembull në këtë sallë është e prodhuar. Edhe pjesa më e madhe e humbjeve të vendit të punës ka qenë sektorin e prodhimit. Do më paraqit disa statistika nga Forumi Kombëtar Global që janë humbur 85 milion vende punë në vitin 2025 dhe parashikohen deri në 300 milion vende punë deri në vitin 2030. Po ashtu paraqes edhe pjesën sepse ju mund të thoni pastaj janë krijuar shumë vende pune. Sigurisht që janë krijuar shumë vende të reja pune sepse janë po sipas këtyre statistikave janë krijuar 78 milion vende të reja pune dhe pritet mu kriju deri 170 milion vende të reja pune deri në vitin 2030. Por mu nga pjesa matematikore më rezulton që janë 130 milion vende pune më pak të krijuame dhe 7 milion vende pune më shumë të humbura. Do me thonë, është pak kontradiktore kjo pjesa e vendeve të punës. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme për sa i përket inteligjencës artificiale dhe ndikimi negativ që ajo ka, është sepse kemi shembullin e përdoruesve, që shumica e përdoruesve nuk ndihen të sigurt. 64% e përdoruesve që janë online nuk ndihen të sigurt për sigurinë e tyre online dhe disa prej tyre nuk e dinë këtë. Po ja kaloj mikrofonin kolegës që të vazhdojmë me argumentat e tjera. Atëherë janë edhe disa prej tyre, cilat po i përmendin unë, masë ne kaloj edhe kolegës tjetër që të përmendin disa.
Është manipulimi i video me audio të ndryshme, cila ka një fakt ku është bë një video, por është fut një audio tjetër, ka rezultu video komplet diçka tjetër. Kjo quhet e manipulimi i saj. Është edhe hakerimi i adresave personale, shumë raste si Instagram e gjanat personale, Facebook e Twitter, që janë secili si mund t'i kena prej nesh, janë vjell nga platformat që janë inteligjente artificiale. Është edhe një nërto që është shumë kryesore vjedhja e llogarisë bankare. Shumë njerëz tentojnë që të bëjnë blerje me anë të bankës, e cila është për shembull është një platformë që bëjnë blerje online shumë raste. Edhe ka nol jam më larg se para disa kohësh edhe mu kjo gjë, ku është bën një blerje te një aplikacion Temo, e cila më ka shkaktuar mua, është bë blerje për një X filani tjetër, më ka armun te banka, do më thonë llogari që është bën një blerje, normal është dashur me marr masat se. Është edhe bërja manipulimit të figura të ndryshme, siç ishte video, por është kjo me anë të figurave. Nëse i bëj video i bëj ndryshe me foto e manipuloj, du me bë foton teme, xjerrin foton e Denis për shembull. Përshëndetje. Siç u fol, po jemi dakord që inteligjenca artificiale është një arritja më e madhe e njerëzimit, por kjo arritje që po na parashtrohet si një mrekulli, a mendoj që nëse nuk përdoret në mënyrën e duhur mund të sjellë fatalitet. Ju përmend më parë mjekësinë, zhvillimin që po jep mjekësisë, por kush mban përgjegjësi nëse këto makineritë artificiale diagnostikojnë një smundje të gabuar ose kurojnë këtë smundje në bazë këtij diagnostikimi të gabuar ose në rastin më fatal nga ky diagnostikim mundet edhe më shkaktu vdekja. Një tjetër argument kundër inteligjencës artificiale është edhe që po krijon shumë varësi psikologjike, po humbet kreativitetit të njerëzit, pra njerëzit janë në momentin që donë me kërku diçka, nuk hynë me lexu libra ose citime ose referenca nga studius, shkrimtar shumë të njoftën, por që thonë, okej, kena ChatGPT-n aty dhe mundet me na dhanë shumë mirë strukturume, mundet me na dhanë statistikat, po sa të vërteta mundet me kanë këto statistika. Si që përmend edhe cënimi i privatësisë, një tjetër është që humbjeshmërinë, pra në qoftë se ne kemi kontakt me një robot, nuk është ajo ndjeshmëria, ajo ndjesia që t'jep kur je kontakt me njërin. Dua të një pjesë tjetër për të argumentit që paraqitit Donatilda. Është pjesa e manipulimit për majtjes. Kena shembullin e videos ish presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Barack Obama, ku dukej në video sikur ai po ishte bërë një manipulim dhe dukej sikur ai po fliste disa mesazhe jo të hijshme, të cilat në vërtetë nuk ishin të vërteta. Dhe kjo është bërë përmes IT-s që pastaj u bë problem. Plus mund bëhen edhe janë bërë shumë manipulime të tjera për me nxit konflikte ndërkombëtare që pastaj mund të kishin pasoja të tjera më të këqija. Një pjesë tjetër për te pjesa e mashtrimeve, nuk e din nëse keni parë, është një video që ka qarkulluar online, është fillim niset nga Elon Musk, pastaj është një vajzë që prezantohet para prindërve të saj, disa mbi 15 vjet më e madhe se sa mosha e saj, dhe thot unë jam për shembull unë jam gentiana në të ardhmen, dhe prindët e saj habiten sepse shikojnë vajzën e tyre në një version pas 15 vitesh më të madhe. Dhe kjo tregon edhe cënimin e privatësisë dhe manipulimet e ndryshme që mund bëhen dhe mund të keq përdoren nga persona të rrezikshëm, duke përdorur pikërisht inteligjencën artificiale, duke u kthyer një kërcënim serioz. Okej, unë kisha një pyetje për grupin. Nëse mbaruat, më falni. Jo, nuk kemi mbaruar. Okej, vazhdo. Okej. Një pjesë tjetër shumë e rëndësishme që shkakton edhe inteligjenca artificiale, pra një problem shumë i madh, është edhe ulja e kontakteve fizike dhe emocionale mes njerëzve. Ne njerëzit jena qenie emocionale, kemi emocione, kemi dëshirë që të kemi kontakt fizik me njëri tjetrin dhe në këtë mënyrë e njohim njëri tjetrin e bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Sot po na shpiken robota dhe po shikojmë që nuk po bashkëveprojmë më me njerëz, por me robota. Një problem shumë i madh që u paraqit edhe nga anëtarët e grupit është edhe pjesa e ChatGPT-s. Shumë persona që unë njeh përdorin ChatGPT-n edhe për gjëra më elementare. Një shembull konkret pak edhe çesharak, një nga vajzat e klasës time shprehej një ditë që unë edhe për pjesën e kombinimit të rrobave unë konsultohem me ChatGPT-n. Çfarë më sugjeron? Kam këto karakteristika. Edhe
Okej, faleminderit. Unë siç thash doja t'ju bëja një pyetje. Ju përmendët nuk ndjehemi të sigurt, përmendët manipulimi i videove, fotove, përmendët hakërimi i adresave personale, vjedhja e llogarisë bankare, varësia psikologjike, kontakti me njëri tjetrin. Por kush I shkakton këto? I shkakton inteligjenca artificiale vet apo I shkakton ai që e përdor? Pra, ne duhet kemi një është një përgjegjësi, ekziston një përgjegjësi. Pra, personi është përgjegjës për atë që ai shkakton, që ai bën. Nuk është inteligjenca artificiale thelbi I keq, është mënyra se si personi e trajton atë, mënyra se si personi e përdor inteligjencën. Po mos të ishte inteligjenta artificiale, ai personi s'do kishte shumë më bata gjana, kështu që dorë më dorë shkojnë këta. Po, patjetër, nëse nuk do ishte inteligjenca artificiale, por inteligjenca artificiale është. Shteti është, rregullat janë. Dhe shteti po merr masa, pra kemi rregulla, ligje të formuara personalisht për inteligjencën artificiale. Kështu që kur kemi këto rregulla, kur kemi ligje që janë të formuara, atëherë nga se kemi frikë. Pyetja më duket pak subjektive. Ne e cituam që në fillim që inteligjenca artificiale është e rëndësishme, por është një mjet, po jo qëllim. Domethënë nuk duhet lejojmë që kjo të dalë jashtë kontrollit. Fatkeqësisht me statistikat, me realitetin ne po shikojmë që po na del jashtë kontrollit. Prandaj duhet kemi frikë. Mendoj unë, për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj. Atëherë po nisim përsëri fjalimin ton. Duke qenë si përmendet heqjen e ndjeshmërisë apo uljen e kontakteve fizike, emocionale. Është vërtet se kjo nuk është vetëm nga inteligjenca artificiale, kjo është bërë edhe nga largësia që njerëzit kanë tani, nga punët, nga ngarkesat të mëdha që kanë, nga ikja jashtë vendit. Dhe kush po ja afron këto njerëz bashkë? Pikërisht AI. Nëse nuk do ishte AI, si do komunikonin ne me njerëzit që kemi jashtë vendit? Është një gjë shumë e rëndësishme kjo, sepse ne po mbajmë lidhjen, dhe jo vetëm me njerëzit e tonë të afër, por ne po mësojmë gjithçka që ndodh në botë. Nëse AI nuk do ishte, ne nuk do merrnin vesh asnjë gjë çfarë do ndodhte, do na vinte lufta këtu. AI është shumë e rëndësishme në këtë pjesë. Gjithashtu edhe do fuset tek këtë pjesë në rasteve të punës, duke qenë se vajza e përmendi, që edhe unë kisha marrë faktikisht atë forumin për vitin 2025 që janë 97 milion vende të punës që janë hapur, ndërkohë që 85 milion vende pune janë humbur, që do thotë 12 milion vende pune më shumë. Nuk është shifër e paktë. Gjithashtu kemi edhe statistikat e MC Kensi që vendet e punës do të rritet me 20 deri në 30% deri në vitet 2030. Okej, disa. Atëherë ky është fjalimi I dytë. Atëherë ne përmendëm argumentet, dham qëndrimin ton dhe unë do doja të bëja një përmbledhje për të gjitha gjërat që u thanë. Ne vlerësojmë të gjitha argumentat që dhanë t'ju dhe ato zënë vend patjetër, si çdo gjë kam anët e saj negative dhe pozitive, por është vendimi jon në fund të ditës, sepse inteligjenca artificiale pasqyron inteligjencën njerëzore. Nuk është inteligjencë emocionale, por pasqyron inteligjencën njerëzore. Dhe ne dim se mund ta përdorim atë. Ne mund ta përdorim atë për zhvillim, për siguri, për inovacion dhe nuk mund të kthehemi. Ne nuk mund të kthehemi më mbrapa. Nuk mundemi sepse kemi krijuar tashmë një edukim, një rrjet I cili nuk mund të kthehet më mbrapa. Faleminderit. Nuk e di nëse mund të shtojnë anëtarët e tjerë. Në fakt, ju përbëndët e pjesën e mjekësisë, shumë faktet interesante, por mos harrojmë që inteligjenca artificiale, gjithë ky vrull I madh digital, tashmë po shpëton jetë njerëzish. Imagjino pak. Pra ka mjek që shumë kohë më parë nuk janë më tashmë me njohuritë paraprake, nuk janë tashmë me kohën reale të sëmundjes, nuk janë tashmë në kohë reale me atë që individi mund të përjetojë. Dhe pikërisht kjo inteligjencë artificiale mund të mundur këtë gjë, mund të mundur që doktori, mund të mundur që ai person aty që është prak të vdekjes të ketë jetë,
Pse? Sepse pikërisht nga kjo gjë që inteligjenca artificiale është në kohë reale, është në realitetin, po ecë me një shpejtësi baramëndse pikërisht për të patur këto progrese shoqërore. Nuk është mjet, sigurisht që është mjet, absolutisht është qëllim. Po, është një qëllim për të shpëtuar jetë njerëzish, qëllim për të patur një edukim më të lartë dhe më efikas, për të patur një gjë për te qasjes njerëzore. Mendoni pak, kemi shkuar për te limiteve njerëzore. Përse? Pikërisht nga kjo gjë. Inteligjenca artificiale bën të mundur që individi, njeriu mos i ngelet thjesht një qenie njerëzore, por të shkojë në shumë dimensione, të kalojë në shumë dimensione. Kemi kaluar në qasje të jashtëzakonshme vit epoke pas epoke. Përse? Sepse njeriu ka në thelb dhe në qëndrisën e tij pikërisht të jetuarit dhe IT-ja është për parim, nuk është kërcenim. Kur ti e përdor atë siç duhet, me etik, me festikëri dhe mbi të gjitha me një gjë, për qëllimin e dur. Po, IT-ja është një mjet, po ka dhe një qëllim. Jemi ne të gjithë ata që vendosim për këtë gjë. Jemi ne ata që vendosim se si duhet përdorur gjërat. Po sikur të bite ushqim nga qielli, çfarë do thoshim ne që do më rafloni përsëri? Jo, është një diçka që e bën njeriu të shkojë drejt progresit. Çfarë? Jemi ne ata që zgjedhim, jemi ata që ne vendosim për këtë gjë, jemi ne ata që zgjidhim gjërat, sepse sot po jetojmë një epokë që po shkon drejt shumë problemeve të vështira dhe IT-ja të gjithë ne këtu na ka ndihmuar për shumë gjëra në jetë. Dhe përgatitja jon këtu, nga ku e kemi marrë, nga cili burim, nga çdo gjë, pikërisht IT-ja dhe gjithë inteligjenca artificiale në kontekstin e saj sjell përparim dhe jo kërcënim, sepse jemi ne ata si duhet ta përdorim atë. Faleminderit. Okay, duke mos dashur të kundërshtar argumentin e parafolsit, sepse deri në një farë pikë ne kemi paraqitur mendimin ton se jemi deri diku jemi dakord me ju, por në anën tjetër kena edhe argumente kundër. Problemi i vetëm cilin shkakton inteligjenca artificiale është, siç e thash edhe në fillim, mos dal jashtë kontrollit. Okej, është shumë e rëndësishme, ne kemi marrë përgatitjen për debatin përmes inteligjencës artificiale, por një problem që shkakton shumë i madh që shkakton inteligjenca artificiale është edhe dembelizmi. Të rinjtë e sotëm janë bërë shumë dembel dhe në vend që të bëjnë kërkime në Google, bëjnë kërkime në libra ose kërkime gjata shkencore në bibliotek ose burime tjera duke pa artikuj shfletu faqe, ata thjesht mund t'i drejtojnë ChatGPT-s ose robotëve të tjerë të inteligjencës artificiale për me marrë çdo lloj informacioni me përqindjet e duhura, me informacionin e duhur, me referencat, njëkohësisht edhe të përmbledhur sa më saktë dhe në mënyrën se si AI-ja u krijon. Një problem shumë i rëndësishëm që ka lidhje me inteligjencën artificiale është sepse inteligjenca artificiale nuk ka mendim kritik si njeriut, nuk ka kreativitet dhe nuk ka emocione. Për këtë do flasin më shumë kolegja. Siç tha edhe parafolsa për foli për inteligjencën artificiale që ul kreativitetin, të gjithë e dim se inteligjenca artificiale dita ditës po na kthen në njerëz me dembel, njerëz që pritojmë sa më shumë të bëjmë kërkime në internet, kërkime tamam ose i marrim direkt të gatshme. Sipas Harvard University, 68% e nxënësve konsultohen për gati rregullisht për çdo detyrë që ata marrin, konsultohen me inteligjencën artificiale, kurse 21% e tyre përdorin inteligjencën artificiale në mënyrë të vazhdueshme për çdo projekt, detyrë, kursi e tjerë. Gjithashtu thamë se inteligjenca artificiale nuk ka ndjeshmëri. Është e vërtetë. Inteligjenca artificiale nuk arrin të na kuptojë neve, mund t'i bëjmë një pyetje ajo na kthe në kontekstin tjetër sepse nuk arrin të na kuptojë. Gjithashtu sipas statistikave globale në vitin 2022 thotë se 54% e pacientëve shprehen se shërbimet që kryen inteligjenca artificiale nuk i bën ata të ndjehen mirë, sepse sa rëndësi ka shëndeti mendor, po aq rëndësi ka edhe shëndeti emocional. Gjithashtu ju thatë se inteligjenca artificiale ka kaluar pritshmëritë njerëzore, por kjo nuk është e vërtetë sepse inteligjencën artificiale e kemi krijuar ne atë dhe nuk mund dalin jashtë atyre pritshmërive, jashtë atyre parametrave që ne i kemi dhënë asaj. Për më tepër informacion do ja kaloj atëherë, për me bërë një përmbyllje të argumentave tonë kundër, po ne qëndrojmë, domethënë, jemi dakord që inteligjenca artificiale është një arritje dhe që na ndihmon, por që qëndrojmë shumë argumentave kundër që ajo nuk duhet me kalu përtej qenies njerëzore ose përtej se ju tha që njeriu e bën inteligjencën artificiale, po nuk duhet që ajo të kalojnë përtej qenies njerëzore dhe të dalë jashtë kontrollit. Faleminderit. Përshtuar edhe diçka në përmbledhje, por njëkohësisht ballë një përmbledhje të shkurtër aty në që u thanë më tash më përpara, ne i mshojmë edhe një herë faktit e mendimi kritik.
ky debat na ka mbledhur sepse ne kemi një mendim kritik dhe për ta zhvilluar këtë mendim kritik. Koincidoj që 10 ishte e njëjta temë që kishim sot, po njëkohësisht edhe e njëjta palë që ishim kundër, dhe dje paraqita një argument që kam dëshirë ta shtroj edhe sot. Në lidhje me mendimin kritik. Është debati që është realizuar mes një debatuesi njëri dhe një roboti 8 vjeçar, i cili kishte lexuar miliona artikuj dhe kishte një database shumë të madhe në lidhje me pjesën e përqindjeve, statistikave dhe informacion në lidhje me një X temë që u caktuat ditë. Dhe pavarësisht inteligjencës artificiale të roboti dhe përgatitjes që kishte bërë për shumë vite për atë debat, çfarë rezultoi ishte që fitoi inteligjenca njerëzore. Domethënë, inteligjenca artificiale është e programuar. Faktikisht është e programuar, domethënë nuk do dalë jashtë protokollit. Dhe si e tillë, nëse i paraqitet një situatë dinamike, siç e dimë, mjedisin cilin jetojmë na është shumë dinamik. Dhe është ndryshim vazhdueshëm. Ne njerëzit kemi një të mirë që është ne përshtatemi. Kemi lindur për të përshtatur dhe përshtatemi për ditë. Gjë që inteligjenca artificiale nuk mund ta bëj. Domethënë inteligjenca artificiale ka një program dhe nuk mund dalë jashtë programit. Në rast se ajo përballet me një situatë e cila është jashtë pritshmërive ose jashtë programimit, ajo nuk mund të reagojë ose do të reagojë duke u shkatruar, për shembull, një robot. Një problem tjetër shumë i madh është tek pjesa e robotëve, e kemi përmendur edhe dje, pjesa e klienteles dhe shumë punë që po zëvendësohen me robot, duke përfshirë këtu kamarier, agjenci shërbimesh, pjesën e prodhimit, që njerëzit po zëvendësohen me robot. Në asnjë mënyrë nuk mund të zëvendësohet kontakti njerëzor me një robot dhe zhvillohen pritshmëritë, sepse është ndrysh kur ti ke një njeri i cili mund të përshtatet dhe shikon situatën, është ndrysh kur është një robot i cili është i programuar për të bërë disa detyra të caktuara. Edhe një herë ne dëshirojmë ta mbyllim argumentin ton duke thënë se jemi inteligjenca artificiale ka marrë një rol shumë të rëndësishëm, është shumë e rëndësishme në jetën tonë dhe duhet ta konsiderojmë si mjet, jo qëllim dhe jo ta lejojmë që të marrë kontrollin. Kjo mund bëhet përmes legjislacionit që të vendosen disa kufizime në mënyrë që kjo mos na dalë jashtë kontrollit. Faleminderit. Faleminderit dhe juve vajza, argumentet tuaja ishin shumë të plota dhe ne jemi shumë të lumtur që ishim kundrejt jush. Dua ta mbyll këtë debat me disa argumente të tjera, duke përgjigjur edhe juave sigurisht. Ju folet për dembelizmin. Faktikisht është vërtet që rinia e sotme priret që gjërat t'i marrim më lehtë. Por që kjo është edhe nga fakti se rinia sotme është shumë e lodhur. Ne jemi student apo jo, shumica e studentëve jetojnë larg familjes, larg qytetit. Dhe çfarë do thotë kjo? Do thotë që ne jemi në punë, jemi në studime dhe kur shkojmë në shtëpi nuk kemi kohë të lajmë rrobat tona të bëjmë punët tona. Dëgjova një shprehje shumë bukur nga një shoqja ime para disa ditësh, që tha që dua që ChatGPT të bëj punë, dua që AI të bëj punën të shtëpisë, sepse me estet dhe poezit merren vet. Kjo do thotë që njeriu ka më shumë nevojë nga kjo pjesë. Nuk ka nevojë njeriu që t'i marrë mendimin kritik sepse atë gjë nuk do mundet asnjëherë ta marrë. Këto gjëra që un po i them sot, chati nuk do mund t'i formulonte në mënyrë të tillë. Pse? Sepse çdo që njerëzore është ndryshme dhe ka specialitetin e vet, ka mendimin e vet. AI merr një mendim të përgjithshëm dhe ka një informacion të përgjithshëm, nuk ka një informacion kaq bazik, kaq të thellë sa mund ta ketë mendje e njerëzore. Kaq dua të them, keni gjë përshkruar ju? Absolutisht, që ne qëndrojmë me pohimin tonë që inteligjenca artificiale është e domosdoshme dhe absolutisht që e bën njeriu të jetë drejt një epoke të re, një epokë që tashmë në mënyrën më të mirë dhe më të mundshme të gjithë ne jemi duke përqafuar teknologjinë. Askush nuk mund ta kundërshtojë dot atë. Askush nuk mund të dalë kundër ti. Pse? Sepse neve kemi atë të nevojshme për jetesën tonë dhe për mbajtjen tonë. Të gjithë së bashku duke ndërtuar një jetë më të mirë, pse jo, edhe me inteligjencën artificiale, se tashmë ajo është pjesë e jona dhe ne nuk mund ta mohojmë dot. Faleminderit. Sigurisht që juria do të ndjetet, në këtë rast nuk do të japim një rezultat, sepse çmimet do ndahen pas pak, mbasi të përfundojë edhe finalja e madhe, kështu që ju falenderit edhe një herë për pjesëmarrjen, edhe për atë çfarë na dhat në këtë debat të finales vogël. Ju uroj suksese dhe fitoft më i miri si gjithmonë.